të rëndësishëm thelbësor drejt kësaj, drejt arritjes së paqes që synon presidenti amerikan? Po shif, Zelenski ka rarë një pozitë, mund të thëmë, pak a shumë indikun nga forcat evropiane. A me që nuk po ka rrugdalje Zelenski, ka ashtu të detyrueshme në një farë forme të pranoj? Nuk ka opcion të mos pranoj? Besoj që opcion tjetër nuk ka, sepse, shif, arroganca e të fuqishmet nga ndonjëherë mund të shihet forma ndryshme, por fuqia tillë si që në Amerikanë këtë rast e detyrojnë Zelenski, vetëm një të qarojmë, Zelenski është një figurë e cila është sot për nesër, nuk është figurë e cila mundet të them kështu të përballoj presionin amerikan, sepse amerikanët kanë hyrë në real politike dhe geopolitike në sotshme amerikanët të dëshirojnë ta praktikojnë teorinë e Nixonit viteve 70 me kinezë. Atëherë është dashur Kinën ta hjekun nga kampi i Bashkimit Sovjetik, ndërsa sot është e kundërta. Rusin ta largojnë nga Kina. Dhe kjo pojenta amerikanëve, meqense kemi fuqi të tilla përpos kinezëve dhe amerikanëve, kuptohet në aspektin e domenit të asaj armës strategjike për ta marrë janë Rusë, mirë po kemi edhe nën fuqi tjera që po krijohen. India, Brazili, Turqia, dhe do thotë janë 3-4 fuqi mund të them që janë nën fuqi, të cilat duhet të pyeten dhe kanë një rol të jashtëzakonshëm. Dua të them që vija e ndarjes së demilitarizimit në Ukrainë është një lidhje dhe një kërkesë polake përmes Turqisë, që dëshirojnë që këto dy forca, dhe besoj që Turqia do t'jetë ai, mund të them, mejkeri cili do të arrin kontingentin ta ketë në Ukrainë, dhe besoj që të gjitha këto çojnë në atë që nuk ka qenë rastësisht pas telefonata e Trumpit me Putinin, por edhe për problemin e lindje të afër, dhe që mendoj që të gjitha këto do të kristalizohen në takimin e grupeve punuese ruso-amerikane në Gjida apo në Riyadh. E i bie kjo që nëse Rusia dhe Ukraina të akordohen prapë një marrëveshje, i bie që Ukraina ta humbas shansin për të antarësuar në NATO, sepse Rusia është shumë kundër kësaj. Po shif, edhe Hegsel, ministri sekretari amerikan i mbrojtjes, shefi i Pentagonit, e ka thënë qartë, edhe para takimit të 61 të konferencës sigurisë në Menet, edhe J.D. Vance këtë ka sqaruar qartë, për Ukrainën nuk ka NATO, nuk ka Krime, jo NATO, jo Krime. Pra ka hequr dorë përfundimisht. Po shif, kjo mund t'jetë një lloj taktizimi, sepse gjanat, mund të them dekodimin e gjithë tyre gjanave bojnë Amerikanë. Fatkeqësisht me Rusë, që do thotë mund të them është një jallë të dytë, që po krijohet. Dhe këtë mendoj që shumë njerëz nuk e kuptojnë edhe proceset që do të vinë pastaj edhe në regjione tjera në Ballkan, sepse sferat e influencës do të dohen në takimin e këtyre dy liderëve botëror, dhe mendoj pa harruar edhe Kinën, dhe mendoj që në këtë aspekt rezistenca e Ukrainës, me thonë drejtën ukrainasit vetë shtabi i tyre i komandës i gjeneralshtabit ukrainas ka thonë qartë. Pa Amerikan 6 muaj nuk bëhet front, 4 deri në 6 muaj nuk mund bëhet fronti në vijat e luftës. Dhe mendoj në këtë drejtim u pa edhe me Starlinkun mund të them e Moskut, ka qenë mund të them një pezullim, një javor, dhe do thotë koncepti i inteligjencës ushtarake ka dështuar në luftime me forcat ruse. Dhe mendoj që në këtë drejtim Zelenski ka drejt moralisht, po kjo botë nuk është e moralit edhe drejtës. Do të kuptojmë, kjo botë është e interesit dhe zonat të cilat dominojnë ata që janë të fortë. Dhe në këtë drejtim mendoj që duhet shihet edhe ajo që ka të vijë për Ukrainë. Zoti Bilali, jemi ne me njëherë